Përshëndetje dhe mirësevini në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, një vend ku sporti nuk është thjesht një aktivitet, po është mënyrë jetese secilit prej nesh. A ke menduar ndonjëherë se si mund ta zhvillosh karrierën tënde përmes sportit? Unë quhem Benita Juniku dhe jam kryetare e studentëve në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, me një menaxhment që vazhdimisht na mbështet, një staf akademik që na udhëzon dhe me përkushtimin e të gjithë studentëve tonë. Tashmë, shumë prej nesh janë të angazhuar në sektorët e ndryshme të industrisë sportive. Fakulteti ynë është i përkushtuar që të ndihmojë secilin prej jush që të ndërton një jetëardhje të suksesshme. Andaj, bashkohuni në familjen tonë për të nisur një rrugtim të parushëm dhe me plot ngjyra. Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit ofron disa programe. Kemi programin Bachelor dhe programin Master. Programi Bachelor zgjat 4 vite dhe fokusohet më shumë në teorinë dhe praktikat e edukimit fizik dhe sportit, si dhe në zhvillimin e aftësive mësimore. Programi Master është i ndarë në 2 drejtime, programin Edukim Fizik dhe Sport dhe programin Trajner Sportiv. Programet Master janë të fokusuar në avancimin e njohurive për të qenë më të suksesshëm në fushën e sportit. Këtu kam marrë një uri dhe përkrojën që më kanë ndihmuar të arrij sukseset e para në karrierë. Falë këtij fakulteti sot jam e angazhuar në Federatën e Sporteve Universitare si dhe në shumë projekte të tjera sportive, dhe ky është vetëm fillimi. Fakulteti nuk është vetëm shkollë, është familje dhe bazë e fortë për të ardhmen. Nga ky fakultet kam pasur mbështetjen e vazhdueshme në përgatitjen time profesionale dhe sot jam trajnere gjimnastikës në klubin Omnisport. Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit na ka ndihmuar që ta shohim sportin jo vetëm si lojë, por edhe si stil jetese. Falë kësaj përvoje, ne ndihemi me të përgatitur për të arritur objektivat tona si futbollist dhe për të ndërtuar një karrierë të gjallë dhe të qëndrueshme. Falë këtij fakulteti, sot jam organizator e eventeve të ndryshme të basketbollit, dalë përmes të cilin ndikon në zhvillimin sportiv, bashkëpunimin dhe promovimin e frymës rinore. Pas 10 viteve si notare, përvoja ime u bë themel. Fakulteti më ndihmoi ta kthej atë në dije profesionale nga pasioni në profesion drejt një ame në edukimin fizik. Kam pasur privilegjen dhe mbështetjen të jashtëzakonshme nga Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit. Me shtras dhe kam qenë përfitues i bursës si një ndër studentët më të dalluar të sportit në futboll. Gjithashtu më është ofruar një mundësi e shkëlqyeshme për të hyrë në botën e fitnessit, ku ka të bëjë me zhvillimin dhe rritjen e karrierës time sportive. Pas 8 vitesh përvojë në karate dhe kualifikimeve në gara ballkanike, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit më ndihmoi të filloj dijen time profesionale. Fakulteti i Edukimit dhe Sportit nuk është vetëm një institucion për mua, por është baza ku forcua ëndra ime. Gjatë këtyre viteve studimi në fakultet kam fituar një uri të çmuara, të cilat më kanë ndihmuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin tim personal e profesional. Falë mbështetjes së këtij institucioni kam pasur mundësi të angazhohem në organizata dhe shoqata të ndryshme, si të nivelit kombëtar ashtu dhe ndërkombëtar, duke fituar përvojë të vlefshme në komunikim, punë në grupe dhe udhëheqje. Në ardhjen time në këtë fakultet, më janë hapur shumë dyert dhe mundësi të ndryshme, ku sot jam vullnetare në shumë evente sportive, si dhe trajnere në grup mosha të reja në handball. Ky fakultet më ka ofruar një uri teorike dhe praktike, duke më angazhuar si administrator në Institutin e Shkencave Sportive, ku udhëzoj sportistët për përmirësimin e performancës fizike. Gjithashtu, kam fituar përvojë të lartë në evente të mëdha sportive si vullnetar, duke forcuar lidhjet e mia me tregun e punës. Falë këtij fakulteti, unë sot jam administrator e Institutit të Shkencave të Sportit, ku mirem me testimet të përmirësimin e performancës së sportistëve apo cilin do person tjetër. Kjo është një mundësi unike për të qenë pjesë e industrisë së sportit. Jam administrator në Institutin e Shkencave të Sportit dhe përgjegjës për marrjen e të dhënave të sportistëve. Jam shumë mirënjohës nga Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportiv për këtë mundësi që më kanë ofruar. Fakulteti dhe stafi menaxherial më ofroi mundësinë që të jem pjesë e Institutit dhe Shkencave të Sportit. Hap që thelloi edhe më shumë zhvillimin tim profesional. Kjo eksperiencë më bëri që të kuptoj më mirë rëndësinë e kërkimeve shkencore që ndihmojnë në zhvillimin e sportit modern. Dhe jam shumë e lumtur që mund të ndihmoj në krijimin e raporteve sa më të sakta për sportistët tonë. E juve, ju presim krah hapur që së bashku të ndërtojmë një të ardhmë me plot pasion, energji dhe sukses. Edhe pse jam nga komuniteti bosnjak, Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit më ndihmoi të fitoj eksperienca të ndryshme nga fushat profesionale dhe më solli këtu ku jam sot.
Sot jemi më të vendosur, më të përgatitur dhe gati për t'i kontribuar sportit dhe shoqërisë. Nëse doni të përjetoni një eksperiencë që të formon në çdo aspekt jetësor, FEFS është vendi i duhur. Mos harroni, çdo gjë fillon me një hap të vetëm. Eja dhe ti!